Se do t'i rikthemi dhe një herë sezonit turistik, do të flasim për turizmin deri më tani, si janë pritshmëritë, problematikat. Kam në lidhje të drejt për drejt kryetarin e Bashkisë së Lezhës, zotin Pjerin Dreu. Zotin Dreu, përshëndetje. Faleminderit që jeni na dy CNN për të zhvilluar këtë bisedë së bashku dhe për të folur për turizmin. Kështu që deri më tani jemi në ditët e fundit të qershorit, si paraqitet sezoni turistik? Po ecën mirë si fillim, qershori ka fillu edhe për shkak temperaturave ka fillu me pjesëmarrje në rritje nga java në javë. Dhe mendoj se në gjithë të dhënat që kemi marrë edhe nga operatorët turistik, po edhe nga gjithë vendet e vizitueshme, rezulton se jemi rreth 10 deri në 12% më shumë se sa viti kaluar. Më shumë turistë që janë vendas nga Kosova, nga Europa, nga rezulton numri më i madh i tyre? Janë nga gjithë bota, mbi 65% janë shqiptarë Kosovës, ka italian shumë që kanë ardhur, ka polak shumë që kanë ardhur, ka gjerman, ka nga gjithë bota. Kjo padyshim që është një gjë shumë e mirë për turizmin jo vetëm në Lezhë, është një plus edhe për gjithë turizmin në Shqipëri, që të ketë sa më shumë turist, tashmë jo vetëm nga Ballkani, por nga Europa dhe nga e gjithë bota. Por cilat janë masat që janë marrë nga bashkia në mënyrë që të kemi plazhe të pastra, në mënyrë që të respektohet raporti plazh publik, plazh privat? Si paraqitet deri më tani? Deri tani Bashkia e Lezhës ka marrë masa të forta dhe nuk konstaton një problem që mund të shqetësohet. Për sa i përket pastërtisë, ne tashmë kemi standardin e vendosur prej vitesh dhe jemi në një trend jashtëzakonisht pozitiv. Nuk çdojmë në pastërti, por kemi avancu si vjet edhe me sistemin e stacioneve të plazhit, ku me çastin e re ligjore ne jemi absolutisht korrekt dhe mbi 30% në qendër është ngjinit aty ku është dhe pjesa hotelerie më e përqendruar është plazh publik alternativ që mundesh të mbash të marrësh shërbimin e shezoneve që afron bashkia, ose mund të hysh pa lek. Pra, gjithkush që don